Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë ngjarjet më të fundit dhe lajmet më të fundit në fakt që po ndodhin me VIP-at shqiptar. Do të ndaloj pak tek Mateo. Mateo, ditën e sotme, është rikthyer pak më zëshëm. Realisht në Instagramin e tij ka patur dhe reagime të shumta që në fakt i kam patur edhe unë si mesazhe. Tiron, ku është Mateo? Çfarë po ndodh me çunin më të mirë? A është mirë ai? Ku humb Mateo që kur iku Brikena? Pse Brikena nuk poston asnjë gjë? A është gjithçka në rregull me çiftin? A është marrëdhënia në rregull? Tani, unë mundohem që të jem në hapa më të afërta me marrëdhëniet e tyre, mundohem që të kem informacione, aq sa mundem domethënë, nga ajo që unë kam arritur të kuptoj çifti po kalon në ditë të bukura. Brikena ka udhëtuar drejt Italisë, aktualisht ndodhet atje. Ajo që në fakt unë kam folur gjithmonë që Brikena nuk është natyrë dhe karakter që preferon të nxjerrë në rrjetet sociale siç duket jetën e saj, përditshmërinë e saj, domethënë është natyrë që preferon gjithmonë të nxjerrë vetëm punë profesionale. Dhe për këtë gjë, me thënë drejtën, e vlerësoj dhe e duar trokas Brikenën pafund. Ndërsa Mateo është pak më i lidhur me këto rrjete sociale dhe ditën e sotme ka nxjerrë një storje. Domethënë ka treguar që po rikthehet në rrugtimin e tij të bukur. Gjatë gjithë kohës që unë kam folur deri më tani, ju në fakt keni parë këtë video, e keni shijuar, e keni jetuar këtë video dhe jeni kënaqur duke parë Mateon. Mateo rikthehet në vendin që e do më së shumti, në vendin që e ndjen më së shumti dhe në vendin që jeton më së shumti. Ai është krenar dhe i lumtur që po kthehet tek palestra e tij, domethënë nuk është se ka bërë diçka private. Kemi hamencuar, kemi menduar që Mateo do ta përdorte këtë Big Brother për të sjellur diçka pak më private, diçka pak më intime, domethënë të tijën, jo të punon në një palestër tjetër, por siç duket Mateo këtë e ka si tip amaneti dhe mundohet që ta çon deri në fund, mundohet që ta jeton deri në fund, domethënë po e shijon pafund këtë palestër. Ai do të jetë në palestrën e tij, për të gjithë ato që do të kenë fatin të jenë pranë Mateos, që të bëjnë palestrën, që të marrin trajnimet siç di Mateo, besoj që do të jenë më të lumturit dhe më të gëzuar. Ndërsa në një balancë të bukur e mban edhe dashurinë me Brikenën, edhe punën e tij me palestrën. Domethënë gjërat janë gjitha në rregull, nuk ka asnjë lloj krisje mes Mateos dhe Brikenës, që mos merrni dezinformacione. Mateo po rikthehet fuqishëm, po vjen bukur në skenën shqiptare, po jeton bukur këtë çast dhe mendoj që së shpejti do ta shohim Mateon teksa po na tregon se si duhet kujdesemi për trupin dhe për veten tonë. Ju vazhdojmë me subscribe, ne takohemi sërish së bashku.